Bekimi ynë. Romeo dhe Donaldi bëhen xhaxhallar për herë të parë ja dedikimi i veçantë për mbesën e tyre. Romeo dhe Donald Veshaj janë bërë xhaxhallar për herë të parë nga vllai i tyre i vogël, Mario. Ka qenë vetku i fundit që ka dhënë lajmin e lindjes së vajzës së tij të parë, të cilën bashkë me partneren e tij e ka pagëzuar me emrin Bluem. Emri duket se ka një kuptim të veçantë për prindrit e rinj, pasi siç shkruan ai, deti mban kujtimet tona më të bukura dhe ngjyra blu e dallgëve sot jeton në syt e të voglës tonë. Bekimi ynë i vogël, mirë se erdhe tek ne Bluem. Jeni lumturia ime më e madhe, ju dua, ka shkruar Mario Veshaj ndër të tjera, po ashtu ai ka publikuar edhe disa momente nga rrugëtimi i shtatzanisë së partneres deri tek dita e lindjes, ku të pranishmit janë familjarët e tyre si Donald Veshaj e Bora Zemani, por urimin më të veçantë voglushja Bluem e ka marrë edhe nga dy xhaxhallarët e saj. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Romeo Veshaj ka bërë të qartë se mbesa e tij i ka tashmë dy bodyguard, dy xhaxhallarët e saj. Ajo tashmë ka bodyguard, ka shkruar Romeo krahas një fotoje me Donaldin, ku ky i fundit mban mbesën në krah.